Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi datën 3 qershor dhe kisha në ortodokse na nxit lexojmë nga libri ose Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargu 20 deri në vargun 26. Le ta lexojmë dhe pastaj ta komentojmë sipas ëtërve. Prandaj po e them, nëse drejtësia juaj nuk është më lart se ajo e skribëve dhe fariseve, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Ju keni dëgjuar se u që thënë të lashve mos vrisni dhe kushdo që vret do t'i nështrohet gjyqit. Por unë po e them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vllajt të tij do t'i nështrohet gjyqit, dhe kush i thot vllajt të vet raka do t'i nështrohet sinedit, dhe kush i thot budalla do t'i nështrohet zjarrit të xhehenës. Nëse ti pra po paraqet ofertën tënde te altari dhe ati kujtohet se vlla ka diçka kundër teje, lër ati ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vllajin tënd, pastaj ktheu dhe paraqit ofertën tënde. Bëj një marrëveshje miqësore mes kundërshtarit tënd sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi dorëzojë te kryetarët e tij të futesh në burg. Në të vërtetë të them se nuk do dalësh përandej pa e paguar dhe qindarkën e fundit. Kjo është pjesë nga predikimi ose mësimi i Krishtit në mal dhe le ta komentojmë varg për varg sipas ëtërve. Prandaj po e them, nëse drejtësia juaj nuk është më lart se skribëve dhe fariseve, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Etrit e kish se Shën Johan Gojarti thotë se Jesui nuk kërkon thjesht respektin e jashtëm të ligjit, pra një besim formalist, por pastërti të zemrës, pra të njohin frymën e ligjit. Farisejt kujdeseshin për rregullat e jashtme, ishin shumë të përpikt, ndërsa për brenda në shpirtin e tyre kishin shumë pautësi, mendime kundërshtare edhe kundër vet Krishtit. Prandaj dhe Krishti i stigmatizon duke thënë ju ngjani varreve të lyra me gëlqere, por nga brenda ata kanë plot ndyrësi. Pra ndaj Krishti kërkon tek nxënësit e vet ndryshim të brendshëm, jo thjesht një besim formalist. Shën Agustini shpjegon se drejtësia krishtere nuk matet vetëm nga veprat, por nga dashuria që i frymëzon ata, nga motivet. Janë shumë të rëndësishme motivet dashur të krishterë dhe miq. Njeriu mund të duket fetar, i moralshëm ose i drejtë përpara të tjerëve, por Krishti pyet: si është zemra jote? Besimi nuk është vetëm ritual, por jetë e transformuar. Duhet dim se nga zemra e njeriu pra dalin ose motivet e mira ose motivet e këqija. Këto pastaj kthehen në ndjeshmëri dhe ndjeshmëria kthehet në veprim. Por le të flasim për vargu 21. Ju keni dëgjuar se u që thënë të lashtëve mos vrisni, dhe kushdo që vret do t'i nështrohet gjyqit. Etri këtu shohim fillimin e një mësimi më të thellë. Pra Krishti merr ligjin e dhjatës vjetër dhe interpreton, edhe e përmbush në veten e vet. Ligji i dhjatës vjetër ndalonte vrasjen, është e dekalogu, pra vrasjen fizike, por Krishti nuk e shfuqizon urdhrin, por e çon në plotësi. Pra ai na thot kush është shkaku i vrasjes fizik, është motivi i cili fillon me zemërimin. Shumë njerëz nuk kanë vrarë askënd, por pyetja është, a kemi plagosur dikë me urrëtie, përbuzje ose hakmarrje? Patjetër që në jetën tonë kemi raste të tilla, kështu që nuk mund të themi që nuk kemi vrasës. Por të urresh pa shkak dikë, ti ke filluar të mendosh si një vrasës dhe mund të përfundosh si një vrasës, ashtu si ka përfunduar dhe të tjerët. Prandaj, Krishti thotë duhet të heqim farën e mëkatit, që janë mendimet. Dhe në vargun 22 na thot, por unë po them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vllajt tij do t'i nështrohet gjyqit, dhe kush i thot vllajt vet raka do t'i nështrohet sinedit, dhe kush i thot budalla do t'i nështrohet zjarrit të xhehenës. Dhe Shën Jeronimi shpjegon se nuk dënohet çdo zemërim. Ka një zemërim të drejtë kundër mëkatit, por është dënuar zemërimi pa shkak. Domethënë një zemërim nga pasioni, nga dëshira për hakmarrje. Këtu është fara e vrasjes. Krishti e shëron sëmundjen para se të jap frutin e saj. Pra, duhet ta shërojmë sëmundjen e mëkatit tek mendimi. Raka ishte një fyrje që nuk kuptonte kokbosh ose njeri pa vlerë për ta ofenduar tjetrin, kurse budalla ishte një fyrje më e rëndë që mohonte dinjitetin moral të tjetrit. Këto janë shprehje fatkeqësisht që sot ne i përdorim, por në atë kohë kishin një konotacion shumë të, si them, serioz, por dhe sot patjetër që ato kanë kuptimin, prandaj duhet kemi kujdes nga fjalët që themi. Mediat sociale sot japin shembuj të qartë. Shpesh njerëzit nuk vrasin me armë,
por me fjalë, me fyerje, me ironi, poshtërimet publike, gjuha e urrëties janë pikërisht ato që Jesui po dënon në këto fjalë. Prandaj, të nderuar miq dashur, vëllezër dhe motra në Krishtin, kemi kujdes sepse është ajo shpreha popullore, gjuha eshtra nuk ka, po eshtra thyen. Prandaj, të kemi kujdes nga përdorimi i gjuhës, sidomos gjuhës që është një gjuhë fyese, ofenduese, stigmatizuese dhe ironizuese, që është dhe fara e vrasjes. Si shpirtërore, pastaj kthehet dhe një vrasje fizike. Lexojmë dhe vargjet tjera 23 dhe 24 ku na thuhet: nëse ti prapë paraqet ofertën tënde tek altari dhe ati kujtohet se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëre atij ofertën tënde para altarit dhe shko pajtohu më parë me vllain tënd, pastaj ktheu dhe paraqite ofertën tënde. Si të kuptojmë këto vargje? Shënjëpriani i Kartagjenës thekson se Perëndia nuk gjen kënaqësinë në adhurimin e atij që mban urrëtie në zemër. Pra, ne shpeshherë kemi një ide të gabuar më Perëndin, mendojmë se e miklojmë Zotin, e bëjmë për vete Zotin duke quar disa dhurata, dhe me këto, pra ashtu si gënjejmë njerëzit me dhurata, mund gënjejmë edhe Zotin. Por kjo nuk është e vërtet, Zoti nuk ka nevojë për asgjë tonën dhe Zoti nuk gënjehet. Zoti është i vërtet dhe i drejt. Prandaj ai jep një rëndësi çfarë motivesh ke në zemër dhe si them, dashuria për Perëndin tregohet nga dashuria për të afërmin, atë që ka krijuar Perëndia. Si thot dhe Shën Johan Ungjillor, ti thua që dua Perëndin po urren vllain. Ti gënje thot, se thua dua Perëndin që nuk e shikon dhe thua urren vllain që e shikoj për ditë. Je gënjeshtar. Prandaj, thot dhe jetit, porta përparajs kalon nga dera e të afërmit tënd. Si sidhemi me njerëzit, jemi si jetë me Zotin. Kjo fillon që në aspektin familjar, prindër fëmijë, fëmijë prindër me njëri tjetrin dhe aspektin shoqëror. Shën Agustini thotë se pajtimi me vëllan është vetë një ofertë e pëlqyeshme për Perëndin. Perëndia është dashuri dhe Perëndia dëshiron që njerëzit të duan Zotin, por të duan dhe njëri tjetrin. Kështu që Perëndia nuk tërhiqet nga dhuratat, nga parat, nga donacionet që ne mund t'i afrojmë atij, por udhëhiqet nga veprimet e dashurisë, të mëshirës dhe të përdallimit ndaj tjetrit. Çfarë e keni bërë këtyre, ma keni bërë mua, thot Zoti. Prandaj sot nuk mjafton të shkojmë të kish, të lutemi, thjesht të agjerojmë ose të kontribuojmë. Në qoftë se ne mbajmë armiqësi, kjo nuk ka asnjë vlerë. Prandaj Krishti vendos kriter parasor pajtimin mes njerëzve dhe një jetë shpirtërore ku udhëheq dashuria. Dhe mund bëjmë dhe pyetje praktike. A ka dikë sot që unë e shmang për s'dua ta takoj sepse më acaron? A ka dikush që unë sot nuk i flas sepse e shikoj si kundërshtar? Ose a ka ndonjë plagë që duhet për ta shëruar që ja kam shkaktuar tjetrit? Shpesh ne gënjejmë veten duke thënë se do shkojmë te Zoti, do kërkojmë falje për mëkatet tona dhe duke i thënë atij mfal, ose dhe shkojmë te ati rrëfys dhe rrëfejmë mëkatet tona që kemi bërë të tjerë. Patjetër që kjo ka rëndësinë e vet, por duhet ta fillojmë duke vajtur kërkuar falje atij që i kemi bërë. Dhe mbasi t'ia themi atij faljen tonë, e marrim apo jo nga ai, nuk ka rëndësi kjo, po ne thjesht shprehim pendesën tonë, pastaj duhet të shkojmë t'i themi Zotit më fal që unë u solla keq kundër të afërmit tim dhe të bëjmë dhe misterin e pendim rrëfimit. Ndryshe, në qoftë se ne i themi Zotit më fal, shkojmë dhe misterin e pendim rrëfimit e kërkojmë falje, por nuk i kërkojmë falje atij që i kemi bërë keq, ose nuk i kthejmë atë që i kemi marrë tjetrit, çdo gjë është e kotë, është një gënjeshtër dhe Zoti nuk e pranon. Dhe në vargu 25 ne lexojmë: bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësit dhe gjykatësi të dorëzojë te rojtarët dhe ti të futesh në burg. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? Shën Ilari i Poetierës e sheh këtë si një thirrje për pendim para gjykimit hyjnor. Pra ne të gjithë shkojmë drejt gjykatës hyjnore. Çdo ditë që largohet na afron me ditën e gjykimit. Dhe neve do paraqitemi përpara Zotit, por para se të shkojmë te dita e gjykimit, ne duhet pajtohemi me ata që do na akuzojnë përpara Zotit ose dhe do na justifikojnë. Këta janë të afërmit. Kështu që
me ata që kemi relacion të përditshëm. Ndërsa jemi ende në këtë botë, ne kemi të kohë të pajtohemi me Perëndin, duke u pajtuar me njerëzit, sepse ti thua unë e kam mirë me Perëndin, por e ke keq me njerëzit. Kjo nuk ka justifikim, sepse dy janë ato që e formojnë ligjin. Dua e Zotin me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqinë tënde. Kjo është porosia e parë të Krishtit, dhe porosia e dytë, që është e njëjtë nga vlera me porosinë e parë, duhet të afërmi si veten tënde. Prandaj, nëse ne nuk pajtohemi me njerëzit, si jemi të pajtuar dhe me Perëndin. Nëse ne nuk e duam Perëndin, s'duam as njerëzit. Prandaj s'duhet i lëm konfliktet të zvarriten për nesër, sepse edhe këto trashen, situatat vështirësohen, e kemi më të vështirë për të thënë një më fal, dhe sa më shpejt është më e lehtë. Krenaria thot le të vija i pari, Krishti thot shko ti i pari. Pra nëse ti e ndjen se ke diçka ose ai ka diçka kundër teje, patjetër që duhet të veprojmë. Ai që vepron i pari merr shpërblimin dhe i pari. Edhe në marrëdhënien shumë si them të afërt, prindër fëmijë, fëmijë prindër, por edhe bashorti me bashortën, edhe miq, patjetër që në disa si them vështirësi marrëdhënie shoqërore, të gjithë kanë pjesën e vet. Vetëm Zoti është i pagabush. Prandaj nuk mund të themi që unë nuk kam fare faj dhe pala tjetër ka faj dhe duhet vi pari. Të gjithë kemi pjesën tonë. Shko kërko falje për pjesën tënde. Dhe pastaj do të bësh shkak që edhe pala tjetër të kërkoj falje, dhe kështu patjetër me një qëndrim të përulur, me dy fjalë, më fal, gjërat zgjidhen dhe ndalojnë shumë konflikte dhe shumë ndarje dhe shumë tragjedi njerëzore. Shumë marrëdhënie familjare dhe miqësore shpëtohen kur dikush merr hapin e parë drejt paqes. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në vargu 26 janë të fundit për sot na thuhet: në të vërtetë të them se nuk do të dalësh përandej pa e paguar dhe qindarkën e fundit. Si të kuptojmë fjalët e Krishtit, etrit e shohin këtë si një paralajmërim serioz për përgjegjësinë para Perëndis. Çdo fjalë, mendim dhe veprim ka peshë morale që do gjykohet nga Zoti. Shonja Gojarti thekson se Krishti dëshiron të na zgjojë për pendim para se të jetë vonë, sepse vetëm në këtë kohë dhe hapësirë ne kemi mundësi të ndryshojmë. Pra çdo ditë e re është një mundësi e re, që neve të ndryshojmë në marrëdhënie me Perëndin, në marrëdhënie me veten dhe marrëdhënie me tjetrin. Por nëse ne kalojmë në jetën e përjetshme ku nuk ka kohë, ne mbetemi në atë gjendje dhe nuk ka vlerë mas pendimi as kërkesa e faljes. Jetojmë në një kulturë që shpesh minimizon mëkatin dhe përgjegjësinë personale, siç është sot shoqëria, por Zoti Jezu Krisht na kujton me fjalët e tij se veprimet tona kanë pasoja dhe se koha për të pajtuar është tani. Nuk mund ta lëmë për nesër, sepse nuk e dim çfarë është dhe çfarë do sjellë nesërmja. Prandaj mesazhi kryesor i këtij pasazhi, siç edhe interpretojnë etrit, është kalojmë nga veprimet e jashtme formaliste tek zemra, te fryma e ligjit dhe porosive. Nga dalimi i vrasjes të shërimi i zemërimit. Pra, duhet ndalojmë zemërimin që mos shkojmë në vrasje. Dhe kjo e ndalon edhe vetë vrasjen. Dhe nga adhurimi formal te pajtimi i vërtet, nga drejtësia dukshme te shenjtëria e brendshme. Prandaj, njeriu i sotëm duhet ta ketë parasysh këtë fjalë të Krishtit, sidomos ne të krishterët, duhet kontrollojmë zemërimin, të ruajmë gjuhën nga fyerjet, të kërkojmë pajtim me të tjerët, dhe të jetojmë në një besim që buron nga zemra, jo vetëm nga zakonet fetare ose formalitetet siç ishin dhe farisejnë. Shonja Gojarti thot: Krishti nuk e ndalon vetëm dorën që vret, por dhe zemrën që urren. Pra, me këto fjalë mendoj dhe ta mbyllim edhe takimin për sot, por do takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.